Mëngjesi të nderuar teleshikues, ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do t'jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 6 janar dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni.
profesor amerikan me origjinë nga Gambia. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Lewis Hamilton, i cili është një shofer britanik garash i cili konkuron për Formula 1 për Mercedes. Për më shtepër ju fytyn ndiqni materialin e përgatitur. Tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete ku sot do të flasim për spitalet. A e dini se si janë zhvilluar spitalet? Që në vitin 4000 para erës sonë, feti identifikuan disa nga unitet e tyre me shërimin. Tempujt e Saturnit, më vonë të Asklepit në Azinë e Vogël, u njohën si qendra shërimi. Spitalet brahamike u krijuan në Sri Lanka qysh në vitin 431 para erës sonë. King Ashoka krijoi një zinxhir spitalesh në Indostran rreth 230 para erës sonë. Rreth vitit 100 para erës sonë, romakët themeluan spitalet për trajtimin e ushtarëve të tyre të sëmurë dhe të plagosur. Desi i tyre ishte i rëndësishëm sepse ishte mbi integritetin e legjionëve që bazohej fuqia e Romës së lashtë. Megjithatë, mund të thuhet se koncepti modern i një spitali daton nga viti 331 erës sonë, kur perandori romak Konstantini i parë, pasi kishte konvertuar në krishterëm, shfuqizoi të gjitha spitalet pagane dhe kështu krijoi mundësinë për një fillim të ri. Deri në atë kohë sëmundja kishte izoluar dësëmurin nga komuniteti. Tradita e krishterë theksonte marrëdhënien e ngushtë të dësëmurit me anëtarët e komunitetit mbi të cilët qëndronte detyrimi për kujdes. Sëmundja u bë kështu një çështje e kishës së krishterë. Rreth vitit 370 erës sonë, Vasili i Madh krijoi një fondacion fetar në Kapadoki që përfshinte një spital, një njësi izolimi për ata që vuanin nga lepra, në ndërtesa për të strehuar të varfërit, të moshuarit dhe të sëmurët. Pas këtij shembulli, spitalet e ngjashme u ndërtuan më vonë në pjesën lindore të perandorisë romake. Një tjetër themel i dukshëm ishte ai i Shën Benediktit di Nursia në Monte Cassino, i themeluar në fillim të shekullit të 6, ku kujdesi për të sëmurët vij mbi dhe përpara çdo detyre tjetër të krishterë. Ishte që nga ky fillim që një nga shkollat e para mjekësore në Europë u rrit përfundimisht nga Salerno dhe pati një reputacion të lartë në shekullin e 11. Ky shembull çoi në ngritjen e infermierive të ngjashme monastike në pjesën perëndimore të perandorisë. Hotel Dieu i Lionit u hap në vitin 542 dhe Hotel Dieu i Parisit në vitin 660. Në këto spitale më shumë vëmendje kushtohej mirëqenies së shpirtit të pacientit sesa shërimit të sëmundjeve trupore. Mënyra se si murgjit kujdeseshin për të sëmurët e tyre u bë model për laikët. Manastiret kishin një infermierum, një vend ku i çonin të sëmurët për mjekim. Ata kishin një farmaci dhe shpesh një kosht me bimë mjekësore. Përveç kujdesit për murgjit e sëmurë, manastiret hapën dyert e tyre për pelegrinët dhe udhëtarët e tjerë. Feja vazhdoi ishte ndikimi dominues në ngritjen e spitaleve gjatë mesjetës. Rritja e spitaleve u përshpejtua gjatë kurqëzatave të cilat filluan në fund të shekullit të 11. Murtaja dhe sëmundjet ishin armiq më të fuqishëm sesa saraqinët në mposhtin e kushtarëve. Spitalet ushtarake u krijuan përgjatë rrugëve të udhëtuara nga kalorësit. Spitalet e urtërit të Shënxhonit në vitin 1099 krijuan në tokën e shenjtë një spital që mund të kujdesej për rreth 2000 pacient. Thuhet se ka qenë veçanërisht i shqetësuar për sëmundjet e syrit dhe mund të ketë qenë i pari nga spitalet e specializuara. Ky urdhër ka mbijetuar ndër shekuj si ambulanca e Shënxhonit. Gjatë gjithë mesjetës, por veçanërisht në shekullin e 12, numri i spitaleve u rrit me shpejtësi në Europë. Spitalet arabe, të tilla si ato të krijuara në Bagdad dhe Damask dhe në Kordobë në Spanjë, ishin të shquar për faktin se ata pranonin pacient pavarësisht besimit fetar, racës ose rendit shoqëror. Spitali i Frymës së Shenjtë, themeluar në vitin 1145 të Montpellier të Francës, krijoi një reputacion të lartë dhe më vonë u bë një nga qendrat më të rëndësishme në Europë për trajtimin e mjekëve. Megjithatë, numri më i madh i spitaleve të krijuara gjatë mesjetës ishin institucione monastike nën Benedikt, të cilët u vlerësohet se kanë themeluar më shumë se 2000. Mesjeta gjithashtu pa fillimet e mbështetjes për institucionet e ngjashme me spitalet dhe autoritetet laike. Nga fundi i shekullit të 15, shumë qytete dhe qytesa mbështetën një lloj kujdesi shëndetësor industrial. Është thënë se në Angli kishte jo më pak se 200 institucione të tilla që plotësonin një nevojë sociale në rritje. Ky transferim gradual i përgjegjësisë për kujdesin shëndetësor institucional nga kishat e autoritetet civile vazhdoi në Europë pas shpërbërjes së manastireve në 1540 nga Henriku i VIII, i cili i dha fund ndërtimit të spitalit në Angli për rreth 200 vite. Humbja e spitaleve monastike në Angli bëri që autoritetet laike të kujdeseshin për të sëmurët, të lënduarit dhe të paaftët, duke hedhur kështu themelin për lëvizjen vullnetare të spitalit. Spitali i parë vullnetar në Angli u krijuar rreth vitit 1718 nga Hugentos nga Franca dhe u pasurua nga afër nga themelimi i spitaleve të tilla në Londër, si Spitali Westminster në 1719, Spitali Guy në 1724 dhe Spitali i Londrës në 1740. Midis 1736
martës dhe 1787 spitalet u krijuan jashtë Londrës në të paktën 18 qytete. Nisma u përhap në Skoci ku spitali i parë vullnetar, spitali i vogël u hap në Edimburg në 1729. Spitali i parë në Amerikën e Veriut, Hospital de Jesus Nazareno, u ndërtua në Mexico City në 1524 nga pushtuesi spanjoll Hernán Cortés. Struktura e saj ende qëndron. Francezët krijuan një spital në Kanada rreth vitit 1639 në qytetin Quebec Hotel Dieu du Puig-Sang, i cili është ende në funksionim si Hotel Dieu de Quebec, megjithëse jo në vendodhjen e tij origjinale. Në vitin 1644, Jean Mens, një fisnike franceze, ndërtoi një spital me trunjë të gdhentura dhe sëpad në ishullin e Montrealit. Ky ishte fillimi i Hotel Dieu de Sti Group, një infirmieror i organizuar në Amerikën e Veriut, spitali i parë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës së Sotme. Thuhet se ka qenë një spital për ushtarët në ishullin e Manhattanit, i krijuar në vitin 1663. Spitalet e hershme ishin kryesisht bamirësi, nga të pak për të cilëve u krijua nga udhëheqësit dhe kolonisti Quaker anglez William Penn në Philadelphia në 1713. Spitali i parë i inkorporuar në Amerikë është Spitali i Pensilvanisë në Philadelphia, i cili mori një statut nga kurora në 1751. Spitalet mund të krahasohen dhe klasifikohen në mënyra të ndryshme, nga pronësia dhe kontrolli, nga lloji i shërbimit të ofruar, nga kozjat e qëndrimit, nga madhësia ose nga objektet administruara të ofruar. Shembuj përfshin spitalin e përgjithshëm, spitalin e specializuar, spitalin me qëndrim të shkurtër dhe objektin e kujdesit afatgjat. Tani do të kalojmë në rubrikën Neve shëndeti. Patuxhani është një nga perimet më të dashura për shqiptarët. Ekzistojnë plot 300 lloje të patuxhanit që ndryshojnë nga forma, përmasa dhe ngjyra. Ato kanë aftësinë të forcojnë kockat, parandalojnë osteoporozën, reduktojnë simptomat anemisë, fuqizojnë funksionet e trurit, përmirësojnë shëndetin kardiovaskular, sistemin tretës, ndihmojnë me rënje në peshë, mbajnë diabetin nën kontroll, ulin stresin, mbrojnë foshnjët nga defektet e lindjes, madje edhe parandalojnë tumoret. Vlerat fantastike të patuxhanit, kryesisht nga vitamina dhe mineralet, pasi janë të mbushur me vitamin C, K, B6, si dhe ka minerale si magnez, fosfor, bakër, fibra, acid folik, potasium dhe mangan. Vlerat shëndetësore të patuxhanit. Tretja, ai është një burim i jashtëzakonshëm i fibrës, një element i nevojshëm për mbajtjen e një diete të balancuar. Fibra është thelbësore për shëndetin gastrointestinal, për lëvizjen e rregullt të zorrëve dhe muskujve përgjegjës, për përcjelljen e ushqimit në trup. Nxit rënje në peshë, duke qenë se patuxhani nuk ka as yndyrë as kolesterol, është një ushqim shumë i shëndetshëm për njerëzit që përpiqen të bien në peshë ose të luftojnë obezitetin. Rrit imunitetin. Ai është një burim i pasur antioksidantësh, të cilët shërbejnë si mbrojtje ndaj një sër sëmundjesh. Patuxhani ka vitamin C, një element thelbësor në sistemin imunitar, sepse stimulon prodhimin dhe aktivitetin e qelizave të bardha. Përmirëson shëndetin e kockave. Patuxhani është shumë i mirë për ata që janë të rrezikuar nga degradimi i kockave dhe osteoporoza. Ai përmban hekur dhe kalcium, që janë të rëndësishëm për kockat. Ndihmon kundër anemisë. Patuxhanët janë të pasur me hekur, por edhe me bakur, që si hekuri është thelbësor për qelizat e kuqe. Rregullon funksionet e trurit. Patuxhani është i pasur me elementë që përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm nervor. Ato mbrojnë trurin nga radikalet e lira dhe mbrojnë organizmin nga toksinat dhe sëmundjet, duke rritur qarkullimin e gjakut dhe të oksigjenit në tru. Rrit shëndetin kardiovaskular. Zemra është një tjetër përfituese e vlerave të patuxhanit, që siç e thamë më lart, është i pasur me fibra. Patuxhani ul nivelet e kolesterolit të keq në trup dhe stimulon nivelet e kolesterolit të mirë. Menaxhon diabetin. Patuxhani është i dobishëm si rregullator e aktivitetit të glukozës dhe insulinës në trup. Të njoftë të ndiqni parashikimin e modit në territorin shqiptar për ditën.
Territori shqiptar për datën 6 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me reshje shiu dhe stuhi lokale në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në jug reshjet pritet të jenë intensive. Paraditja do të karakterizohet nga shira të vazhdueshëm në veri dhe qendër, ndërsa pasditja do të sjellë reshje më të forta dhe stuhi kryesisht në jug dhe përgjatë Bregdetit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të dendura dhe reshjeve. Era do të fryjë mesatare deri e fortë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë Bregdetit pritet të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 6 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 6 janar do të jetë në orën 7, ndërsa perëndimi në orën 16:33. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 12 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 10 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 9 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 13 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 14 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 13 deri në 16 gradë Celsius. Korç, 6 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 14 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 13 gradë Celsius. Sarand, 14 deri në 17 gradë Celsius. Tani oftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën. Territori i Kosovës për datën 6 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa, duke sjellë vranësira dhe reshje shiu në disa zona të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira dhe reshje lokale, ndërsa pasditja vijon me mot të paqëndrueshëm dhe reshje të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 6 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 6 janar do të jetë në orën 6:59 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 6 deri në 9 gradë Celsius. Podujev, 3 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj, 5 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë, 7 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov, 6 deri në 10 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 6 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj, 5 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik, 5 deri në 8 gradë Celsius. Suharek, 5 deri në 11 gradë Celsius. Prizren, 5 deri në 11 gradë Celsius. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër punot 1 orë. Ndërkohë ftu të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.